Nga Berati, ku inspektoi disa nga investimet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, Ministra e Zhvillimit Urban Kantina Gjermeni siguroi se të tjera fonde do jepen vitin e ardhshëm në kuadër të promovimit të qytetit muze. Berati gjithmonë meriton më shumë për historinë, trashëgiminë kulturore, për krenarinë që jep Shqipërisë, edhe është pjesë edhe trashëgimisë botërore. Kështu që të gjitha investimet që janë bërë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve janë bërë me synimin për t'i dhënë një fizionomi të re këtij qyteti, për të qenë më atraktiv edhe për qytetarët, edhe për turistët, qofshin këto vende apo të huaj. Ndërsa kreu i Bashkisë së Beratit Petrit Sina tha se fondet do shkojnë në drejtimin e duhur. Jemi konkretisht në këtë lulishte, një investim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve me një vlerë mbi 85 milion lekë të reja. Jemi në fazën e fundit të këtij projekti. Gjithashtu edhe biblioteka e qytetit, trotuari nga Bashkia deri tek Gjukata. Berati është një nga 5 bashkitë pilot që me mbështetjen e USAID duhet të realizojë brenda vitit të ardhshëm planin e përgjithshëm vendor urbanistik. Brenda 2 viteve nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Berati ka marrë 10 projekte me vlerë totale $5 milion.